Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 10 ditë të Dhulhijhes dallohen me shqiptimin e shumë të tekbirave. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, wallahu akbar, walillahil hamd. I shqiptojmë këto tekbira dhe ndalemi dhe meditojmë rreth porosive, mesazheve dhe mësimeve që na japin tekbirat. Tekbiri na mëson se Allahu është më afër nesh. Çdo që kemi nevojë, atë e kemi afër nesh. Tekbiri na mëson se ai kujdeset vazhdimisht të gjitha situatat për ne. Tekbiri na mëson se Allahu është fisniku dhe bujari ndaj nesh. S'ka kurkush, askush bujari e fisnikëri ndaj nesh siç e ka Allahu i Madhëshëm. Tekbiri na mëson se s'ka hapësirë për trishtim e as për shqetësim, përderisa zemra jon është e mbushur me bindjen, me dijen, vetdijen se Allah është më i madh se çdo gjë, se çdo smundje, e çdo lodhje, e çdo raskapitje dhe çdo angazhim. Andaj, prej sot e deri në Arafatit, shfrytëzo këto ditë të bekume, duke bërë adhurime të ndryshme, e sidomos duke lutë Allahun dhul xhelal. Nga sot e deri në ditën e Arafatit, lutë Allahun që me ta sjell ai pranin e zemrës në momentin kur ti lutesh. E para, dhe e dyta, bindjen se çdo gjë që ti i kërkon Allahut, qoftë për të mirave të kësaj bote, apo të ahiretit, Allahu ka me ta dhonë, se as kush s'ka kush e pengon me ta dhonë atë që don Allahu me ta dhonë ty. Atë kur Allahu e vendos me ta dhonë diçka, s'ka kush e pengon këtë dhënje të Allahut dhul xhelal. Dhe nëse Allahu t'i jep ty diçka, kjo as pak nuk e pakson pasurinë dhe mbretërinë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj të qëndrosh në segjade, të ngrisish durt, të përshpëritish fjali është e lehtë. Ama më madhështore dhe më rëndësishme është zemra jote. Shofish si e ki zemrën tone, bindjen tone, mbështetjen e zemrës tone te Allahu dhe çka ka kjo zemër brenda vetes. Andaj kur e vendos me bë dua, atëherë lutë Allahun me praninë e zemrës tënde dhe me bindje se këtë ato që i kërkon pyet Allahut, Allahu ka mundësi me t'i dhonë. E kur Allahu e vendos me të dhonë, s'ka kush e pengon. Dhe nëse Allahu t'i jep këtë ato që t'i jep, kjo as pak nuk e pakson pasurinë e Allahut, ka mu dhonë edhe tjerë sa dush. Andaj lip për Allahut vazhdimisht, madhnej Allahun si duhet, kujtoje se Allahu është ekber, Allah është më i madhi, asgjë dhe askush nuk është i madh se ai, jo më i madh se ai. Pra, tekbirat do të më ndalon këto mësime, këto porosi, atër kanë efektin e vetë, inshallah. Allahu akbar.